konsiderojnë që pikërisht në këto zhvillime gjeopolitike, në këto turbullira botnore mundet me eskalu situata? Gjithmonë, tash një shtet serioz, për shkak Kosova, nuk duhet me neglizhu, po kur nuk duhet me u tut Serbisë. Ne jemi alat serioz në aspektin e sigurisë me NATO-n, jemi alat serioz me shtetet fshin që janë antarë të NATO-s, të fillu pej Shqipënisë, Malit, Zi, Kroacisë, pse jo edhe Maqedonisë, dhe mendoj që edhe Serbia nuk ka vullnet dhe nuk ka gatishmëri për me shku ma tutje, për pas që e përdor fuqin ushtarake me bo presion që me përfitu sa ma shumë në tavolin të negociatave. Ne tash jemi në një farë pat pozicion se i kemi marrë obligimet në Bruxelles, kemi marrëveshjen e orit cilën e ka pranu zoti Kurti, dhe tash ne për shkak kritikat i kemi që Serbia nuk e ka zbatu asnjë prej pikave, po të njëjtën ne na thojnë edhe këta aleat tanë që edhe ju s'keni bo asnjë hap.